Këto ishin këto shkurtimet e emrave të futbollistëve kryesisht. Po, është e vërtet, domethënë, po rikujtonim Fernando Torres, për shembull, një nga lojtarët më të mirë të Spanjës që ka patur, edhe që e quanin El Niño. El Niño. Pra i thonin Çilimiu kështu, bebushi, kalamani. Sepse e thamë El Niño, meqense se të paktën ka filluar të qarkulloj si gjë, por e ndajmë eksaktësisht me Tanjën se çfarë po ndodh me kapricot e motit. Mirëmëngjes Tanja. Mirëmëngjes, nëse qëndrojmë disa sekonda më tepër për të komunikuar, në fakt ajo suja e mbrëmshme ishte parashikuar me detaje në mbrëmje pak rreshtje dhe më një herë rrebeshje etj. Kanë rënë në kryeqytet rreth 48 mm rreshje vetëm nga ora, po themi 10:30 kur filloi rrebeshi i parë deri sot në mëngjes. Kaq ishte në fakt për pjesën më të madhe të territorit. Kemi ndonjë rreshje krejt të pakët për orët të vijuese dhe në zonat izoluara, por kaq ishte. Ka dalë dielli që në orët e para të ditës. Termometri në fakt ka shënuar rënje më shumë nga që prisnim. Prisnim sot një minimum rreth 9 apo 10 gradë, termometri ka zbritur në 8 gradë Celsius për një pjesë mirë të zonave malore, ndërkohë edhe në zonat e ulëta dhe Bregdet termometri sot ka shënuar një rënje me 3 gradë, rënja vion me 3 apo 4 gradë edhe sot në mesditë, kryesisht dhe më ndjeshme për gjysmën veriore të Shqipërisë dhe për zonat veri lindore, një rënje me 2-3 gradë në pjesën tjetër. Presim një maksimum në fakt jo më shumë se 30 gradë Celsius, di kemi qenë mbi 33 maksimumin në rang territori, rreshjet largojnë afër mesditës pasi kemi ende në territor prezencë të vranësira dhe të rreshjeve në sasi krejt të pakta, pasi vrulli i fuqishëm ka kaluar gjatë orëve të natës dhe në pjesën e dytë të ditës në fakt kemi ndonjë rrebeshje izoluar në zonat në kufirin verior dhe veri lindor të vendit. Era ka qenë fort vetëm gjatë natës, sot është mjaft qetë, kështu vijon gjatë gjithë ditës, megjithëse qarkullimi masave ajrore që nga orët e vona të mbrëmjes ka qenë verior, veri lindor, edhe gjatë ditës së sotme është verior, veri lindor, gjë e cila përliq rënjen e ndjeshme të vlerave termike. Të qëndrojmë te kushtet e motit. Në fakt kjo është tabloja e orëve të natës dhe mëngjesit herët, ndërsa kemi gjatë ditës së sotme rreshje krejt të pakta në zonat lindore, rreshje të pakta në sasi dhe afat shkurtra. Është kthjelluar shumë herët gjysma perëndimore e Shqipërisë, pra është me diell në këtë moment që flasim pjesa më e madhe e Shqipërisë dhe rreshjet janë në zonat më në brendësi të territorit, ndërsa pjesa më e madhe e ulëtësirës perëndimore dhe via bregdetare paraqitet e kthjellët në këtë moment që flasim dhe vijon e tillë deri në mesnatë. Termometri sot në mëngjes sikundër ka shënuar një rënje të theksuar, prisim rreth 2 gradë rënje, por në fakt ka zbritur me 3 apo 4 gradë. Kemi në zonat malore në veri lindje 8 deri në 10, e njëjta situatë diku 9 në 11 për zonat malore në juglindje të vendit. Gjysma perëndimore përfshi kryeqytetin, por edhe Elbasanin, pra në brendësi kemi temperatura rreth 14-16, rreth 15-16 për veri perëndimin sot në mëngjes. Kemi poshtë në Berat Gjirokastër 12-14 dhe 17 qëndron vlera minimale sot në zonat bregdetare. Sikundër e tham, kthjellohen kushtet e motit nga këtë momenti që flasim dhe çdo orë që kalon kthjellohen akoma më tepër kushtet e motit dhe për pjesën e dytë të ditës së sotme. Do të kemi kthjellime kryesisht në vijën bregdetare dhe në zonat perëndimore, ndërkohë edhe në juglindje kemi vranësira më të dukshme, ndërsa vetëm momente të shkurtra me rreshin në formë rrebeshësh afat shkurtra në zonat kufitare, theksoj, kufitare të qarkut të Dibrës, sikundër Kukës Has dhe Bajramsur, më së shumti në zonat kufitare dhe jo në përqytet apo në brendësi të territorit. Maksimumet sot, me këtë herë qarkullim të masave ajrore verior, veri lindor, pritet një rënje, ka patur rënje të ndjeshme në mëngjes, rënja vijon e ndjeshme dhe në orët e mesditës dhe në fakt zbret në 23 apo 24 maksimumi për zonat malore, gjë të cilën e prisnim, edhe në veri rreth 23 gradë Celsius, ndërsa kemi veri perëndimit dhe zona qendrore me 27 deri në 29 gradë Celsius maksimumi ditës së sotme për zonat perëndimore dhe qendrore, ndërsa 30 gradë presim në zonat në qarkun Fier, Berat dhe Gjirokastër, pra në këto 3 zona presim rreth 30 gradë, Bregdeti mjaft i freskët sot, kemi Durrësi me 29, ndërsa Vlora dhe deri poshtë në Saran 28 gradë Celsius maksimumi, 28-29 në vijën bregdetare, por nuk do të jetë për shumë gjatë kështu. Nesër kemi pak a shumë një mëngjes të freskët, ndërsa nga nesër në mesditë